E tani të nderuar shikues, do të shkojmë në buroj të Skënderajt, atje ku edhe është njeriu I afërt I ish-presidentit Thaçi, Artan Behrami, ish këshilltari I presidentit dhe tashmë edhe deputet I zgjedhur nga Partia Demokratike e Kosovës. Zoti Behrami, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Zoti Behrami, ju së gjatë ditës keni qenë afër familjes së ish-presidentit Thaçi, a mund të na tregoni si janë ata, a ndjehej nevoja për prezencën fizike të ish-presidentit? Po patjetër sot ishte një ditë pikëllimi për familjen e presidentit Thaçi, për fshatin e tij të lindjes, për Drenicën dhe për mbar Kosovën. Dhe kjo ditë u prit në mes të shumë miqve që kanë ardhur enkas për ceremoninë e varrimit dhe ceremoninë e përkujtimit të Bacës Haxhi. Pra e tha edhe ndriti shumë mirë në fjalimin e tij që në mungesë të Hashim Thaçit, sot këtu në buroj ishte e gjithë Kosova, e gjithë Shqipëria dhe gjithë shqiptarët nga të gjitha viset e ndryshme ku ata jetojnë. Ishte një ceremoni madhështore ashtu siç e ka merituar Baca Haxhi, I cili tër jetën e ka pasur të mbushur me sakrifica të ndryshme, me dhembje të ndryshme, por duket se dhembja e padrejtësisë sistematike tash e 4 vite e rëndoi aq shumë saqë edhe ja mori jetën. Megjithatë, amaneti Bacës Haxhi padyshim është që drejtësia të vendoset në rastin e krerëve të UÇK-s dhe na mbetet neve të gjallëve, të gjithë atyre që punojnë në institucionet e Republikës së Kosovës, në parlament, në qeveri, I gjithë shoqërisë, që këtë amanet I cili nuk është natyrisht vetëm I tij, po I gjithë popullit të Kosovës, ta jetësojmë në mënyrë që të parandalojmë këtë padrejtësi e cila sot si asnjëherë më parë u bë e dukshme edhe në ceremoninë e varrimit, ku në këtë ceremoni mungoi presidenti Thaçi. Zoti Behrami, pati në fakt një lloj konfuziteti këtu tek ne, më intereson di a pati një kërkesë zyrtare nga mbrojtja e Thaçit për të ardhur në varrim, pasi që gjykata speciale nuk është se ndonte informacione? Po, ne kemi të bëjmë këtu me një gjykatë e cila është jo transparente, e cila nuk ndan informacione me popullin e Kosovës, sepse ajo vetëm në emër të popullit dënon çlirimtarët, por kur është për të raportuar, ajo I raporton UNMIK-ut edhe EULEX-it. Dhe natyrshëm që ajo është munduar që të krijojë konfuzion pikërisht në ditën e varrimit të Haxhi Thaçit, por mbrojtja ka bërë të qartë që tashmë kërkesën e ka bërë qysh dje në ora 2 dhe kjo kërkesë është dashur që të shqyrtohet nga gjykata speciale. Por e kemi pa edhe në të kaluarën që kjo gjykatë të gjitha kërkesa që I ka shqyrtuar nga mbrojtja, I ka shqyrtuar nga perspektiva politike dhe jo nga perspektiva humane. Ja ka refuzuar rrafsh 3 herë kërkesën mbrojtjes së presidentit Thaçi për të vizituar babain e tij dhe vetëm kur ai ishte në prag të vdekjes mezi I lejuan që të vizitonte atë. Pra, bëhet fjalë për një gjykatë të padrejtë, e cila tash e 4 vite ka operuar me padrejtësi sistematike, kështu që nuk kemi prit diçka tjetër për tyre. Nga Haga të them mirupafshim në Parajs, ishte një mesazh prekësit të birit për babain e tij. A patët rastin ju ta ngushëllonit ish-presidentin Thaçi, ta kishit një mundësi telefonate të paktën? Jo, këtë drejtë natyrisht. Këtë drejtë natyrisht e kanë vetëm familjarët, megjithatë unë besoj shumë që edhe presidenti Thaçi, po edhe krerët tjerë të UÇK-s dhe të gjithë pengjet politike që mbahen në Hag kanë pasur mundësi që të shikojnë nga afër edhe akademinë përkujtimore, por edhe ceremoninë e varrimit e cila është transmetuar nga media të ndryshme edhe nga televizioni publik ku ata kanë qasje, dhe unë besoj që ata kanë përcjell këtë ceremoni edhe nga afër, gjithmonë të bashkuar me njëri tjetrin siç kanë qenë gjithmonë, dhe nga atje e kanë ndjekur këtë ceremoni. Po, mesazhi I presidentit Thaçi ishte natyrisht prekës, ndërlidhet edhe me fjalimin e tij se kjo nuk është vetëm një lamtomir, por edhe një mirupafshim. Dhe unë mendoj që e kishte një simbolik të tillë, pra vizita e tij, vizitat e babait të tij në spital ishte një vizitë
vizitë emocionale, një vizitë mes babait dhe të birit, dhe kjo e reflekton edhe në dedikimin që është bë në varrin e Haxhi Thaqit sot. Mirë po, zoti Bajrami, para se të ndronë të jetë Haxhi Thaqi, a patët rastin të atakonit atë, ta dinit një mesazh, cilin, në fakt ta dim ne, një mesazh cilin ai mund t'ua ketë lënë juve, a pati një breng, një shqetësim për djalin e tij, i cili po përballet me një proces gjyqësor atje në Hag? Jo, takimet e tilla natyrisht që ka pas vetëm familja e ngushtë e presidentit Thaqi, pra vëllezërit, motrat e presidentit Thaqi, të cilët e kanë taku, të cilët gjatë gjithë kohës ka qëndruar afër edhe në spital, edhe në shtëpi, dhe duhet theksuar që në to 4 vite familja e presidentit Thaqi me shumë dinitet dhe me shumë krenari ka menaxhuar një proces jo të lehtë kundër presidentit dhe kundër krerët të UÇK-s. Edhe në këtë periudhë ata i kanë qëndruar afër babait të tij, kanë qëndruar afër nënës së tij dhe së bashku janë munduar që të kalojnë këto sfidat e padrejtësisë. Dhe të gjitha mesazhet natyrisht që mund t'i ndaj vetëm familja, sepse ai ka komunikuar ekskluzivisht në ditët e fundit me familjen. Natyrisht që vizita e presidentit Thaqi vetëm pak ditë para se të vdesë ka qenë një vizitë dhe një 3 orësh shumë e rëndësishme, besoj edhe në jetën e presidentit, po edhe në jetën e babait të tij, sepse këto kanë qenë orët të fundit të cilët ata i kanë da me njëri tjetrin, dhe kjo padyshim që edhe presidentit Thaqi, po edhe do të mbetet gjithmonë në kujtesë. Po am në fakt një solidarizim të madh edhe të figurave politike ndaj dhimbjes familjare ndaj dhimbjes të cilën po e përjeton familja Thaqi. Kush ishte prezent në Akademinë Përkujtimore dhe në Varrim, pasi që ju keni qenë atje? Po, në fakt, Komuna e Skënderajit ka bërë një punë të jashtëzakonshme me organizimin shtetëror të një ceremonie të tillë. Akademi kanë ardhur shumë personalitete nga rajoni dhe nga Kosova, ishte bashortja e kryeministit Edi Rama, ishte kryetarja e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ministra nga Shqipëria, ishin lider politik nga Kosova, bashkëpunëtor të presidentit Thaqi, bashkëpunëtor të familjes Thaqi, pra salla Ilas Kodra në Skënderaj ishte e mbushur me miq të familjes, me njerëz që kanë bashkëndje me familjen në këtë ditë pikëllimi, dhe të njëjtit njerëz, po dhe në mënyrë më masive kanë ardhur edhe në ceremoninë e varrimit. Shumë qytetarë nuk kanë arritur për shkak të kolonave të krijuar që të vinë në ceremoninë e varrimit, pra kanë mbetur të bllokuar në rrugët të ndryshme, dhe është pa që ka pas një vërshim të jashtëzakonshëm dhe shumë të madh dhe një empati të jashtëzakonshme të qytetarët e Kosovës me këtë pikëllim të familjes së presidentit Thaqi dhe të familjes Thaqi pas vdekjes së babait të tyre Haxhi Thaqi. A pati ndonjë ngushëllim direkt kështu nga krerët e shtetit? A ishte dikush nga ata? Ka pas disa telegrame të ngushëllimit nga institucionet e Republikës Kosovës, ka pasur nga institucionet e Republikës së Shqipërisë, madje në mbrëmje kanë ardhur edhe disa telegrame të ngushëllimit nga ish senator, ish kongresmen amerikan, të cilët padyshim që kanë nderuar familjen Thaqi. Njëri nga ato është edhe zoti Hall, i cili gjithmonë ka komunikuar përmes ambasadorit Ahmet Shala, gjithmonë ka komunikuar edhe me Bacen Haxhi, pra edhe ai është shprekur nga kjo vdekje, dhe me këtë rast familja Thaqi gjatë tërë ditës ka marrë telegrame ngushëllimi nga mbar bota dhe nga mbar ata që kanë njoftur babain e tyre, që kanë njoftur presidentin Thaqi dhe familjen e tij. Zoti Bajrami, unë ju falenderoj shumë që gjetët kohë dhe të inkuadroheshit në emisionin Gazeta për sot. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj.